I radhës që do të vlerësohet është sporti atletikës dhe fillimisht kam kënaqësinë të ftoj në skenë një ish kampione dhe rekordmene, tashmë një profesoresh e Universitetit Luiç Gurakuçi të Shkodrës që vijon në degën e edukimit fizik dhe jap kontributin e saj dhe pa diskutim që është nga emrat që na ka bërë krenar dhe sigurisht me brezin e ri vijon të punojë në këtë drejtim, profesoresh Albana Bekteshi. Vlerësimi më i mirë i vitit 2025 shkon për një nga atletët më me perspektivë të vendit, kampioni i Shqipërisë për këtë vit në garat e 100 metrave dhe 4x100 metra. Në duartrokitjet tuaja do të shkojë ky vlerësim për Leandro Çardaku. Me që atletika është sport mbretësh sportesh, nuk është për të vlerësu sigurisht vetëm këtë djali, është sport i sakrificave, është sport i vështirësisë të lartë, duhet mbështet. I uroj suksese Leandros dhe gjithë ekipit vllaznisë, punës të aty në djemve të përkushtuar që kanë trajnerë sot, të cilët kanë një rezultat jashtëzakonisht mirë për gjithë këto vite që është atletika është kampion, 17 nëse s'gaboj. Janë shumë vite që del ekip, furnizon ekipet dhe është i vetmi ekip që ka një numër të madh sportistësh të nivelit të lartë. Urojmë që gjithë kenë rezultate të larta, por edhe duhet t'i mbështesim. Urime Leandros. Mirëmbrëma gjithëve, i herë dua të falenderoj Gjergj Kolën për punën dhe për kushtimin e kësaj nate. Nihem shumë i nderuar dhe mirënjohës që jam ndër sportistët më të mirë. Gjithashtu gjej rastin falenderoj trajnerin tem Albert Marashi për besimin, mbështetjen dhe motivimin e vazhdueshëm që më ka dhënë. Gjithashtu gjithë ekipin e atletikës Vllaznia. Dua të falenderoj familjen time të cilët më kanë mbështetur çdo hap karrierës time dhe jo vetëm sportive dhe fal atyre jam këtu ku jam sot. Ky çmim motivon dhe më bën që të vazhdoj të eci përpara, të bëj rezultate edhe më të mira dhe të përfaqësoj qytetin e Shkodrës ashtu siç e meriton.